Zbulohet afera e firmës Fantazëm me emrin Evdin Ltd me Ministrinë e Mbrojtjes për tregtinë e armëve. Faktet e publikuara vetdje nga ish ministri i Mbrojtjes Mediu hedhin më shumë dritë mbi aferën e kësaj ministrie, e cila ka përdorur si ndërmjetëse të kompanisë amerikane AY, pikërisht Evdin Ltd, që nga investigimet tona rezulton një firmë Fantazëm. Nuk është e vështirë të sigurosh të dhënat për këtë kompani, pasi marrim në dorë dokumentin e afruar nga Ministria e Mbrojtjes. Që nga faqja e zyrtare Evdin Ltd në internet, shihen qartë paregullësitë e para. Ja pikërisht në këtë faqe, e cila siç e shihni është akoma në ndërtim sipër, pra as pak serioze për një firmë që kontraktohet nga një qeveri, dalin kontraditat e para. Sipër Majtas është adresa e saj në Larnaka, kryeqyteti i Qipros, të cilin e kemi rrethuar me rrethin e kuq, ndërsa djathtas janë numrat e telefonit të zyrës. Që këtu nis kontradita e parë. Qipro ka prefiksin 357, ndërsa 387 është prefiksi Bosnjës. Nga prefiksi 32 që lexojmë për numrin e faksit, rezulton se zyra Evdin Ltd ndodhet realisht në Zenik, një kanton i Bosnjës Jugore. Pikërisht nga Bosnja, sipas denoncimeve të burimeve të ndryshme ndërkombëtare, janë nisur gjatë vitit të kaluar trafik armësh drejt grupeve terroriste. Ky trafik, sipas të njëjtave burime, ishte menaxhuar nga Henry Tomet, që ka ardhur në Shqipëri si përfaqësues i firmës Evdin. Po si është futur kompania Evdin në mes të kompanisë amerikane AY dhe kompanisë shtetërore Meko? Sipas dokumentave që ka shpërndar Ministria e Mbrojtjes, rezulton që kjo firmë është vendosur si ndërmjetëse nga kompania amerikane. Ndërsa sipas akuzave të biznesmenit Kosta Trebicka, kjo firmë u është imponuar amerikanëve pikërisht nga Ministria e Mbrojtjes dhe drejtori Mekos, Ylli Pinari. Sipas tij, kjo vërtetohet nga regjistrimi i bisedës me presidentin e kompanisë amerikane Diverol, të bërë nga Trebicka. Në bisedë, Diverol pohon se ka patur presion për të spostuar Trebickën në favor të Mihal Deliorgjit, por mbi të gjitha dhe për të vënë si ndërmjetës firmën Evdin të drejtuar nga Henry. Le ta dëgjojmë edhe një herë regjistrimin e kësaj pjese. I've been 100% with you. Okay. I did not remove you from this job. You understand that, right? I understand. Nothing to do with this. Nothing. I'm not even. Even though Pinari asked me to, and he's forcing us to, I have never supported this decision. I understand. I'm very, very upset. I'm very concerned. I'm very concerned is the best word. Is he still working with Henry? With Henry Tomei? I think he's still working with Henry. I'm still working with Henry. I have to work with Henry. I see. I'm working with Henry. Prania e firmës Fantazëm Evdin e rrit çmimin e fishekëve të furnizuar nga Meko nga $22 për ark, që ka arkëtuar Meko në $40 për ark, që ka paguar firma amerikane. Që në sasirat e para të fishekëve të furnizuara në vitin 2007 shndrohet në një diferencë rreth $1.8 milion, shifra e fituar nga një firmë Fantazëm që nuk ka as edhe një zyrë. Kush e ka marrë realisht këtë shumë marramense? Tashmë të gjitha këto fakte, siç i gjetëm lehtësisht ne, mund të verifikohen edhe nga hetuesit e prokurorisë shqiptare për të hedhur dritë mbi këtë skandal, ndërtuar tashmë mbi jetën e dhjetra të pafajshmëve.